Kombëtarja shqiptare e futbollit ka siguruar për herë të parë pjesëmarrje në play-offin e një kupe bote, teksa me vendin e dytë në grupin K bëri të mundur që të jetë në garë dhe me ndeshjet e marsit për një bilet në turne. Por ky nuk ishte rekordi i vetëm që vendosën kuqezinjt në ndritimin e Silvinjos në këto kualifikuese. Për herë të parë në historinë e kualifikueseve të Kupës së Botës, Shqipëria e mbyll me një golavarazh pozitiv grupin e saj, ndonse me vetëm 7 gola të shënuar, një shifër jo shumë e lartë, fal vetëm 5 golave të pësuar, një tjetër rekord, kuqezinjtja dalin që më në fund të kenë në histori një fazë grupi me një bilanc pozitiv. Shifra më e mirë e realizuar më parë ishte edicionit të mëparshëm në ndrejtimin e Edi Rejas, ku pavarësisht 6 fitoreve të regjistruara, Shqipëria e mbylli me golavarazhin 12 gola të shënuar dhe 12 të pësuar. Po ashtu, për herë të parë, Shqipëria mbyll eliminatoret me vetëm 2 humbje, ato ndaj Anglisë dominuese të grupit. Bilanci më i mirë i mëparshëm kishte qenë me 3 humbje në edicionin e vitit 1986. Ndeshja mes Shqipërisë dhe Anglisë kishte pak rëndësi në aspektin e rezultatit, pasi të dy skuadrat e kanë njohur fatin e tyre në kualifikueset e botrorit 2026, por për Federatën Shqiptare të Futbollit ka pasur një rëndësi shumë të madhe. Kjo pasi federata ka arkëtuar miliona euro vetëm fal biletave nga ndeshja në fjalë që ka çmimet më të shtrenjta në histori sa u përket atyre të luajtura në vendin tonë. Me një llogari të thjeshtë duke u bazuar mbi çmimet për sektor dhe kapacitetin që kanë sektor të ndryshëm që nxirren zakonisht në shitje nga FSHF, sipas llogaritjeve të Panorama Sport, rezulton se janë arkëtuar rreth 169.498.000 lekë, një shifër që del vetëm nga pak më shumë se 20.000 bileta që nxirren zakonisht në shitje nga FSHF, përfshirë dhe sektorët e miqve. Pjesa tjetër administrohen direkt nga institucioni futbollit, pa u nxjerrë në treg dhe sigurisht te prej tyre ka të ardhura kolosale. Në përllogaritje janë pak më shumë se 2.000 bileta me çmimin 2.500 lekë, thuajse 11.000 bileta me 3.500 lekë, mbi 5.800 bileta me 9.000 lekë, thuajse 2.000 bileta me 15.000 lekë, nga 500 bileta me 25.000 lekë dhe 40.000 lekë, si dhe 198 bileta me 50.000 lekë. Siç e theksuam, ka bileta të ndryshme që nuk janë nxjerrë në shitje nga FSHF në sektor të ndryshëm, apo edhe një sektor i tërë si VIP-i, biletat e të cilit janë zakonisht ato me çmime të paprekshme, pasi janë vetëm 13 të tilla. Kështu, për pak më shumë se 20.000 bileta të përllogaritura me çmimet e tyre, rezulton se FSHF, e cila shpalli sold out stadiumin që në fillimin e javës, ka arkëtuar rreth 1.75 milion euro. Po t'u shtosh dhe vlerën e diferencës që çon pastaj në kapacitetin prej rreth 22.000 vendesh të stadiumit, e kupton qartësisht që arkëtimit i afrohen dhe ndoshta kalojnë 2 milion eurot vetëm nga biletat. Kaq mjafton për ta bërë këtë ndeshjen më të kushtueshme të historisë së futbollit në vendin tonë, me diferencë të thellë nga çdo ndeshje tjetër.